Në fshatin Dol të komunës së Gjakovës, banorët kanë shprehur shqetësim për gjendjen infrastrukturore të rrugës kryesore, e cila sipas tyre është të dëmtuar dhe e pakalueshme në disa segmente. Nga pamjet e kamerës së syrit vërehen dëmtime të theksuara, ndërsa banorët thonë se problemi nuk është trajtuar prej vitesh. Për këtë problematik foli kryetari i fshatit Dol, Dod Leshi, i cili shqetësimin e tij e nisi duke treguar se që nga viti 2017 nuk është bërë asnjë ndërhyrje për sanimin e gropave, pavarësisht ankesave të vazhdueshme në komunë. Për fshatin Dol, rrugën e fshatit Dol, ku më thonë drejtën prej 2017-s, sa konë qëtër kush në qeverisje nuk janë bon. Në 2017-ën janë renovu gropat. Prej 2017-s deri tash në fshatin Dol asë një grop nuk është renovu, asë nuk është prek. Edhe pse kemi shku në komune me radhë, ditë me radhë, të drejtori shkëmbim kastratit, drejtori shërbime publike, thot po sot po nesër, asëherë nuk janë kry. Prej shkollës Dolit, rruga shkolla Anton Qeta, deri se del në Kushavec atje është kaos. E nëse institucionet nuk ndërmarrin hapa në këtë drejtim, Leshi tha se banorët janë të detyruar të organizojnë edhe protesta. Unë nuk kam kompetente, komuni e ka kompetentet. Taksa pagus jemi gjithë, taksa pagus të rregullt. Kështu si baj apel kryetarit komunës, li ta marrin iniciativë sa më shpejt li të rregullojnë këto gropa në fshatin Dol. Për ndryshe na do ta bëjmë një protestë apo do ta bllokoj fshatin Dol, mes me pagu kush as një taks. Mos thonë masin nuk janë ka paguajnë. Kështu si ju bëj apel sa më shpejt li të na rregullojnë. Shifet edhe këtu në foto, falënderes të pritëve syrit, rruga është kaos. Komuniteti i kësaj zone kërkon që të ketë ndërhyrje urgjente në sanimin e rrugës në mënyrë që rruga kryesore të rikthehet në gjendje të kalueshme dhe të shmangen për shkallëzime të mëtejshme të pakënaqësisë.